15 kilometra. Dhe sistemi i dytë radarit është në gjendje që të inkuadrohet, pra lock-in që ne themi, pra të kyçet në objektivin specifik dhe më pas të jap komandën turbinës të tankut, e cila bën rrotullimin automatik, drejtimin e armëve, e topave në këtë rast, dhe qëllimin drejt objektivit. Si model, është një model jashtëzakonisht i vjetër në fakt, kur e krahasojmë me sistemet e reja të luftimit. Është filluar të prodhohet në vitet 60, në vitin 76 kemi pasur prodhimin e tij të parë, janë prodhuar diku tek 570 në fillim dhe i fundit është prodhuar në vitin 1980, që do të thotë nuk ka asnjë Gepard sot që nuk është të paktën 45 vjeçar dhe pavarësisht kësaj është jashtëzakonisht efektiv në fushë betejë. Në fakt raportohet që ka rrëzuar diku deri në 10 drone Shahid, vetëm një tank i vetëm pra të prodhimit iranian. Tashmë është ai është zvendësuar, pra është dekomisionuar diku tek 10-15 vite më përpara nga Gjermania dhe është zvendësuar me një Weasel 2, që një sistem tjetër, është më i avancuar. Më i avancuar, ka në të përbërjen e tij edhe predhat Stinger. Tani gjithashtu në sistemin e vëzhgimit ai ka edhe 2 periskop, të cilët mundsojnë zmadhimin e objektivit nga 1.5 deri në 6 herë, sidomos kjo është për mbrojtjen e vet tankut në fushën e betejës dhe për të vepruar në rastin kur ka kërcënime qoftë nga mjetet e blinduara të lehta apo edhe tanket e tjera. Pra është edhe një top kundër tank në të njëjtën kohë. Në fakt, edhe municioni që ai ka në përbërjen e tij nuk është vetëm municion kundër aeror, por është edhe municion pra anti-blindshpues kundër tankeve. Është shumë interesante për karakteristikat e municionit që përdor ky tank. Pra thamë edhe një herë që kemi të bëjmë me 35 mm, që është 35 mm me 228 mm i gjatë. Ka një efekt shmëri 5.5 deri në 6 km, kjo në varësi edhe të kushteve të terrenit apo të motit. Shpejtësia e plumbit, në momenti kur del nga tyta armës, është 1440 metra për një sekond, është një shpejtësi shumë e madhe. Topat, secili top është i përbërë nga 550 fishek dhe në rreth 35 sekonda është në gjendje që të shkarkoj pothuajse të gjithë. Praktikisht në 1 sekond mund të shkarkoj diku tek 9 predha, pra është një shpejtësi shumë e madhe. Është i kalibruar, ka disa funksione kalibruese brenda tij që e lejojnë në luftën kundër droneve, për shembull të shkarkoj një numër të caktuar municiones dhe jo më tepër. Pra mund ta kontrolloj drejt për drejt mitraljeri e para. E dyta pastaj është kalibrimi me 24 dhe 48. Dhe tham, imagjinoni që brenda 35 sekondave po flasim për 1100 fishek 35 mm që shkarkohen në objektiv në rastin më ekstrem. Sigurisht është një dëm jashtëzakonshëm. Një nga problemet e vetme që kanë hasur në fushën e betejës, sepse ky është testuar në mënyrë primare në luftën në Ukrainë, ka qenë në fakt rimbushja, duhet goxha kohë. Dhe një nga problemet e dyta është që lidhet shumë me rimbushjen është edhe municioni. Prodhimi i municionit 35 mm është goxha specifik dhe madje së fundmi Rheinmetall ka bërë një kontratë me një kompani prodhimi të armëve vendase në Ukrainë për të furnizuar me municione dhe për të prodhuar municione në Ukrainë. Përveç kësaj ka qenë jashtëzakonisht efektive, vetë autoblindi është një gjendje që udhëtoi diku te 65 km/h, 50 në terrene të vështira, ka një motor 37.000 cc. Tani 37.000 cc krahasojnë ato me makinat tona 1500 ose 2000 dhe bën diferencë. Pra harxhon rreth 1500 litra karburant për 150 litra karburant për 100 km. Dhe pavarësisht kësaj ka një pavarësi udhëtimi deri në 550 km. Në përbërjen e tij ka gjithashtu edhe disa element mbrojtës, sepse sigurisht qëllimi i këtij mjeti nuk është sulmi, por mbrojtja, siç janë për shembull grykat për lëshimin e granatave tymuse, që do të krijonte një perde pengimi për kundërshtarin. Në përbërje të municioneve thash, miksohen gjithmonë qoftë ata anti-blind me anti-aeror. Ukraina ka marrë diku tek 70 si fillim nga Gjermania, më pas ka qenë Hollanda që ka dërguar. Hollanda dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë një blerje nga Jordania për t'ia dhënë përsëri. Më duket janë në proces këto të dytat për dhënien e këtyre 60